Arsim dhe Sead Lazani kanë treguar se pasioni dhe përkushtimi mund të çojnë larg, madje edhe në botën e lojrave elektronike. Dy vëllezërit të njohur për talentin, refleksin e shpejt dhe bashkëpunimin perfekt mes tyre, kanë arritur të fitojnë një turnir të rëndësishëm në Sony PlayStation, duke u shpallur kampion mes 10 garuesve. Na kena fillu prej që i na kun të vogël me lu. Kjo gjithmonë ka qenë vetëm shkaku i hobit, kur kem pas kohë të lirë, kena lu për qef me vllahun, kena vazhdu të lu, jena rrit të lu, edhe mas një kohë kur e kena pas që po kena aftësi për me lu, ja kena nisë edhe me marrë pak ma seriozisht, edhe tash jena hi edhe në një organizat të e-sportsa. Normal gamingu don ma shumë fokus edhe eficient në shumicën e kohës. Me thonë drejtën që një vjetë e dy e kina morë pak me një të nëzirë, po 5 dhe 6 vjetë nga ka morë kohë veç me hinë rjedhën e kësoj loje. Po mjetë por duket e letë, por me të vërtetë është shumë shtirë për me arrit objektiva qëllum ose suksesin këtë fushë. Këm lu gjithë, amo kjo kom shumë serios edhe gjithë ka këshyrë video që mu bu ma i fort. Unë së që kom ditë me lu në herë, këm ka mësu bënja qështë, ta është ma shumë e dëmi në jone, po. Ko qef, po hale, i vinë ko. Na kena vazhdu që 3 muaj me stream, jena në kek edhe në TikTok Lazani Bros, edhe ato ma shumë e kena bu streamin për kreativitet, edhe për ma shumë e kom fëni, se me lu, edhe po të e morë edhe seriozisht në të një ditë lojen, na ka po një bashkëlitari joni, edhe a i si ndërmjetësus me një Zvicran, na ka marrë në menaxhim, këtu kryena Millennial e-sports. Tash që një javë jemi me ta, shtunën e patëm një turnament e fitum, e pritet shumë prej tyne tash të shohu. So fitoria e parë që kom të triumfu, 2020-ën u mojt një turnament lokal, jem kom fitus. Pe asoj kohë, ja kom fillu në edhe ma seriozisht me morë, po turnamenti para se me fitu këto 2v2, kom edhe një i studentave ato jem kom fitus, në kampiona, semifinalista, zakonisht top 5 që ose top 10 që këtë fushë. Fitoria e tyre nuk është rastësi. Arsimi dhe Seadi kanë vite që ushqejnë këtë pasion, duke ushtruar çdo ditë, duke analizuar lojën dhe duke punuar si skuadër. Aftësia e tyre për të qenë të qetë nën presion dhe për të marrë vendime të sakta në sekonda vendimtare i bëri të dallohen në këtë garë. Na këto suksese që kena rritë të i fitu, kun edhe që nuk e kena marrë ashtu edhe shumë seriozisht këtë fushë, se në Kosovë edhe nuk është fort e avancume. Na jena merë me sa në tjera në këtë lirë që tash kena lu FIFA, kena shkune për turnire, kena fitu, tani qëtë të vazhdu që 2-3 vite e rëndë që jena në top 2, në top 3 që gjithë, edhe kena fitu turnire, tash kena vendosë pak me morë edhe ma seriozisht, pse jo me arrit edhe ndërkombëtarisht në këtë fushë. Nuk kam pos një hërit shumë ta për këtë fushë, po gadal edhe ata familjarët ja kanë njësë më adaptu me neve, me nëzispresin me hinë live, si komunitetit tënë, si familjarët gjithë, e kena support shumë maj, po një veçëri që e kemë si streamera, mundohemi edhe nuk bëjnë fyrje qëftë individave apo do një kujt, jemi sa ma profesionist edhe fani që më me thonë. Ideja ka qenë e imja, pasi që të vazhdu që tash edhe mare të marrë çmime në për turnamente, së bashku me vlloni kom thonë sa peqelëm një stream, që tash edhe mare të konë vetëm ide për me duk sa ma mirë edhe sa ma interesant, jo për me tregu se jem lejtar të mirë, se edhe në përgjithësi nuk këtë që këqyrin shumë
në aspektin kur je lojtar i mirë, po qysh tregon publik. Ma shumë bujna show. Kur lujna kundër njëri tjetrit, sidomos kë ka shumë inati me bë me mujtën, e tani çaj inati kur të shfaqi inatin duket interesant për të tjerët, edhe çështë. Këtë e fundit nuk këtë fitu veç, ja folëm. Do e thonë ju dy luni kundër njëri tjetrit, apo? Po, kontentin e kena lujna kundër njëri tjetrit, lujnë 2v2, me shikus dhe njëherë, bomi ketë shikus bashk, e kena një farë, e kena kriju një komunitet që në të ardhmen presin me na supportu, edhe na normal me jep ide kreative edhe me konë sa ma real live stream. A u bo vllau më i mirë se ti, ajo? Publikisht po them për herë të parë, u bo pak më i mirë se ne. Ta është ka me shku mirë me kjo pjesë se nuk presim me u dërzu kaq lehtë. Edhe pse janë vëllezër, kur janë në lojë, njëri tjetrin e shohin si kundërshtar. Kë ma shumë e ka inatin me mujtën se me hup në për turnira se që ka fort problema, me bë me mujtën e kallët krejt. Në për turnira fort nuk e kam problem, e hup ndo dhe kejnë regull sekundita ju, ta mo me hup këtë e ka pak një vari notin vetë, ja vedin pa, për në fund lojve jena vlazni për qopën. Do me thonë, ju kur jeni live dhe kur jeni të lujt, nuk jeni vllazën, a? Ju është jeni njëri tjetrit? Ja. Atë bile, edhe armeq mujna me dhënë. E masane jeni... Ja, normale, se kena planet gjithë dytë së bashku, jena të qëqnushëm. Nuk besoj që dikush ka vllazni që jenë ka shumë të lehtë me njëri tjetrin sa ajo më në marsimin. Kjo besoj që na ka arrit me pas suksese edhe në turnamente.